përplas me Gashin atër që tha këshirëm sy? Aty është vetë problemi, po ky tash i ka harru ato. Për plos që ti kanë... Pa mua aty shka, pa në studio korek gjithkush të qërëm sy, atë kërstane... Shiko blerim, problemi është, ako me mujt një qeveri e supozume Albin Limaj, ako me mujt Albin Kurti me i akomodu kritikat që i ka pos që ky Limaj, sa ka qenë domon jashtë kuvendit, jashtë koalicionit qeveris, në më thonë, ako me mujt me akomodu njërën e të bomit politik nga Fatmir Limaj, ako me ngu diçka, ako me apo mazu i Sagim Veliv, që kjo është të rëtë për analizë. Ka me po me folë vetë me veti, që është betohet që të shumë. Kush ka me po me folë vetë me veti? Albini Fatmirin ka me po me folë vetë me veti? Albini se cilin, burë dhe gru në Kosovë. Ose e ka nështu, ose e ka po me folë vetë me veti. Analiza statistikore, edhe cilësore, edhe sasire, mu më qënë ato që gru dhe burë në Kosovë, kundërshtarë, politik, Albin Kurti s'kalon pa poshnu, ose pa nështu. Analiza po të nëzirë ka pema. Edhe ty ka poshnu. Unë jam i vogël. A ke thonë njëjtë dhe për Hashim Thoqin? A ke thonë njëjtë dhe për Hashim Thoqin qështu? Hashim Thoqin s'ka mujt me denigru poshnu edhe me ullë Fatmir Limen. Fatmir Lima është kameleon politik. Fatmir Lima i qysh po shef edhe tash me këto vota kështu. Edhe me hyrjen konstruktive në parlament. Po unë shumë kundër hyme Fatmir Lima në qeveri. Ta këtë po dhojnë këj treti, këj zotë. Unë e ti nuk po kuptonë. Unë jam i treti du më dhojnë këj njësër. Kjo termi konstruktive është fantastike, përdoret në të momentin. Po qysh, po pse? Po e shka me thonë? Jo, s'po them unë diçka të personi po thonë, kryoni institucionet, kush do qovë që jeni, unë jam për mos me pas kriz parlamentare. Okej, kush ka qenë pak kush ka qenë pak ndaj Limajt Berisha, deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës, në deklaratën numër 6 i referohet nismës me fjalë goxha të rënda. E ta ndjekim deklaratën. Unë e koalicionin me nismen kom besu që do t'jeti frytshëm edhe kom besu në ato fjalë që i kemi folë që dojmë me bo një qeverisë të opozitës edhe me këthy përsmari Kosovën. Edhe kom besu fuqishëm. Unë tash nuk muj me folë për ta. Në ashtë ashtë thy, po të shojmë njerë. është ty besa është deklarat pak më e gjatë, I bjen që... Ai zoti Ibrahim